Tensionet në linjën e mesme janë përshkallëzuar sërish pas një sulmi ajror të ushtrisë izraelite në qytetin historik portual të Tyre në jug të Libanit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze, të paktën 8 persona kanë humbur jetën si pasojë e një goditje të vetme në pjesën lindore të qytetit, një nga sulmet më vdekjeprurëse në zonë që nga rifillimi i luftimeve në Mars. Më herët gjatë ditës, ushtria izraelite kishte lëshuar urdhër evakuimi për të gjithë qytetin, përfshirë edhe lagje ku ishin strehuar civil të zhvendosur nga zonat e tjera të Libanit. Autoritetet izraelite kanë deklaruar se militantë e Hezbollahut ndodhen në zonë, megjithse nuk janë paraqitur prova publike për këto pretendime. Banorëve u është kërkuar të largohen nga zonat e rrezikuara. Sulmet janë pjesë e një përshkallëzimi më të gjerë të konfliktit mes Izraelit dhe grupit Hezbollah, i mbështetur nga Irani, që ka shkëmbyer raketa dhe sulme të ndërsjella me ushtrinë izraelite. Konflikti më i fundit në Liban nisi pasi Hezbollahu lëshoi raketa drejt Izraelit në mbështetje të Iranit, duke çuar në një përgjigje të fuqishme ushtarake nga Izraeli, përfshirë edhe operacione toksore në jug të vendit. Edhe pse Shtetet e Bashkuara njoftuan një arpushim më 16 prill, përplasjet në jug të Libanit kanë vazhduar duke sfiduar përpjekjet ndërkombëtare për uljen e tensioneve. Ndërkohë, situata në terren mbetet e paqëndrueshme, me frikë të shtuar për përhapje të mëtejshme të konfliktit në rajon.